Kur ekskursioni përfundon në fatalitet, po eksploronte malin në kushte të këqija, turistja bie nga lartësia. Një grua ka ndruar jetë ndërsa një grup turistësh kinez janë shpëtuar pasi dolën për një ekskursion të papërgatitur me moto të keq në Australi. Ngjarja ndodhi në Graddle Mountain të premten pasdite kur grupi ishte i ftohur dhe po kalonte vështirësi. Një grup tjetër shëtitësish i gjeti dhe njoftoi shërbimet e emergjencës, por moti keq pengoi përdorimin e helikopterit. Ekipet e shpëtimit arritën me këmbë, kaluan natën me turistët dhe i ndihmuan të largoheshin të shtunën në mëngjes. Një grua u konfirmua e vdekur ndërsa pjesa tjetër e grupit nuk ishte lëndime. Shëtitësit nuk ishin të pajisur me pajisjet e duara ose sinjalizues personal për të kërkuar ndihmë, ka thënë inspektori i policisë. Ai shtoi se moti në këtë vend ndryshon shumë shpejt, sidomos në zonat alpine, dhe kjo ndonjëherë bën të pamundur përdorimin e helikopterëve. Policia këshilloi që të gjithë shëtitësit të mbajnë veshje të ngrohta, ushqim, ujë, telefon të karikuar, hartë dhe pajisje emergjence. Ngjarja ndodhi pak ditë më parë pas zbulimit të trupit të një gruaje në një liçen pranë Hobartit. Gruaja, e cila besohet të jetë në të 30-tat, ende nuk është identifikuar dhe rrethanat e vdekjes po hetohen.